Një armëpushim i brisht vijon të mbetet në fuqi midis Indisë dhe Pakistanit pas orësh të tëra luftimesh dhe thirrjes së presidentit amerikan Donald Trump, ku deklaroi se do të punojë për të gjetur një zgjidhje në lidhje me Kashmirin. Shpërthime u dëgjuan në qytete pranë kufirit gjatë natës. India tha se Pakistani kishte shkelur marrëveshjen e arritur për të ndalur të shtënat dhe forcat armatosura indiane ishin udhëzuar të merrnin masa të ashpra ndaj çdo përsëritje të sulmeve. Në përgjigje, Pakistani tha se ishte i përkushtuar ndaj armëpushimit dhe fajsoi Indin për shkeljet e përsëritura. Një marrëveshje armëpushimi u arrit pas diplomacisë dhe presionit amerikan. Kombet e Bashkuara dhe vendet anëmban botës, përfshirë Bangladeshin, Katarin, Turqinë dhe Mbretërinë e Bashkuar, e kanë mirëpritur armëpushimin, i cili u ndërmjetësua nga më shumë se 30 vende. Trump vlerësoi udhëheqësit e të dyja vendet për marrëveshjen për të ndalur agresionin. Edhe pse as nuk është diskutuar, unë do të arrijë tregtin ndjeshëm me të dyja këto kombe të mëdha. Pavarësisht kësaj, do të punoj me ju për të parë nëse do të arrihet një zgjidhje në lidhje me Kashmirin, tha Trump në një postim në Truth Social. Ministria e Jashtme e Pakistanit ka lëshuar një deklaratë duke vlerësuar atë që e quajti rol konstruktiv të luajtur nga SBA-ja së bashku me vendet e tjera mike në mbështetje të armëpushimit. Tensionet u përshkallëzuan midis shteteve fqinje pas vrasjes së turistëve muajin e kaluar në Kashmir. India fajsoi Pakistanin për sulmin dhe nisi gjatë kësaj jave operacionin Sindor, si në Pakistan ashtu edhe në Kashmir. Rajoni i Kashmirit është në zemër të konfliktit mes dy vendeve të cilat kanë mosmarrëveshje territoriale.